Vendimi i fundit i Këshillit Federal të Zvicrës për kuotat e lejeve të punës për vitin 2026 thekson stabilitetin, por edhe konkurrencën e lartë për shtetasit jashtë Bashkimit Evropian dhe zonës EFTA-s. Për qytetarët e Kosovës, ky vendim konfirmon se rregullat dhe procedurat mbeten të njëjta, duke ofruar qartësi, por jo lehtësi në aplikim. Çfarë mbeti e pandryshuar për vitin 2026? Lajmi kryesor i shpallur nga Zvicra është se për vitin 2026 kuotat vjetore për profesionistët që vijnë nga vendet e treta, të cilat nuk janë anëtare të BE-s apo EFTA-s, përfshirë këtu edhe Kosovën, nuk do të ndryshojnë. Ky vendim merret me qëllim që të garantojë siguri planifikimi për ekonominë zvicerane, e cila ka nevojë të rekrutojë fuqi punëtore të kualifikuar. Shtetasit e Kosovës konkurrojnë për këto numra të përgjithshëm. Këto kuota shpërndahen midis kantoneve të Zvicrës dhe Sekretariatit Shtetëror për Migracionin. Ato janë të vlefshme për të gjitha vendet e botës që nuk kanë marrëveshje për lëvizjen e lirë me Zvicrën, përveç kuotës së veçantë, por të kufizuar që ekziston për Mbretërinë e Bashkuar. Pozicioni i Kosovës në sistemin e kuotave është thelbësor të kuptohet se Zvicra nuk përcakton një numër të veçantë leje pune apo kuotë vetëm për Kosovën, meqense Kosova është e kategorizuar si vend i tretë, shtetasit e saj nënshtrohen të njëjta kritereve strikte si aplikantët nga Amerika, Kina apo çdo vend tjetër jashtë BE-s dhe EFTA-s. Qasja në 8.500 leje të punës është shumë konkurruese dhe bazohet në kualifikim dhe nevojën ekonomike. Aplikimet pranohen thuajse vetëm për profesionistë kualifikuar lart si specialist IT-s, inxhinier, shkencëtar, mjek apo drejtues me përvojë. Gjithashtu kërkohet diplomë universitare dhe përvojë pune përkatëse. Kompania zvicerane që ju punson duhet të dëshmojë se nuk ka mundur të gjejë një punonjës të përshtatshëm në tregun e punës zviceran dhe as në tregun e punës të zonës së BE-s dhe EFTA-s. Dhe ky është hapi më i vështirë në proces. Ndërkohë paga dhe kushtet e punës duhet të jenë në përputhje me ato që ofrohen zakonisht për pozitat e ngjashme në Zvicër. Aplikimi për punë nga Kosova duhet të miratohet fillimisht nga kantoni përkatës dhe më pas të marrë një njësi nga kuota e përgjithshme e SEM. Si përfundim, asnjë ndryshim, konkurrencë e lartë, vendimi për vitin 2026 konfirmon se rregullat për shtetasit e Kosovës nuk janë zbutur dhe as ashpërsuar. Rruga për të shkuar në Zvicër mbetet e njëjtë. Punësimi është i mundur vetëm për ata profesionistë me kualifikim shumë të lartë që plotësojnë nevojat specifike të kompanive zvicerane dhe që sigurojnë një nga ato 8.500 vendet e lira për të gjithë botën.